Përshëndetje, kënaqësi t'ju takoj sërish në këtë video të radhës. Unë jam Linda dhe ju po ndiqni programin tim më të ri në YouTube channel dedikuar diasporës shqiptare. Para se të prezantoj personazhin e radhës që unë kam të ftuar, një të ftuar special sot për juve, ju ftoj të gjithëve që të bëni subscribe në kanalin tim në YouTube channel, në dritaren tuaj informative. Ju ftoj që të kemi antar të rinj dhe në mënyrë që kjo dritare të rritet gjithnjë më shumë. Është dritarja e krijuar enkas vetëm për ju, për t'ju përgjigjur të gjitha kërkesave tuaja për informacion, si dhe për t'ju informuar në lidhje me zhvillime të ndryshme jetësore që ndodhin në diasporën shqiptare. Unë sot kam kënaqësi të prezantoj personazhin e radhës që kam zgjedhur për këtë puntat. Ajo është një grua shumë e fortë, një grua heroike do ta quaja, një mami tashmë në statusin e mamit, e cila jeton në Mbretërinë e Bashkuar prej rreth 11 vitesh dhe e kam të ftuar në një lidhje Skype nga Londra. Jemi të dyja në Londër, por në qytete të ndryshme. Ajo është Nërtila Kika. Nërtila dashur, mirë se erdhe në programin Zëri i Diasporës. Kënaqësi të kemë sot në këtë lidhje Skype. Përshëndetje, mirë se ju gjeta dhe faleminderit për ftesën. Kënaqësia është e gjithë. Faleminderit. Nërtila, ne jemi në një lidhje virtuale dhe po e zhvillojmë komunikimin kështu sot bashk, por realisht bukur do ishte të ishim jashtë sepse kemi dhe një kohë me dije dhe Londra sot ka marrë një pamje komplet tjetër, e cila realisht reflektohet kaq bukur edhe në gjendjen shpirtërore të njeriut. Duke qenë se jemi edhe në muajin e gruas, nuk ka është ky muaj që i dedikohet gruas dhe të gjithë tashmë i shikojmë në rrjetet sociale duke dhënë mesazhe të ndryshme për gruan shqiptare, për gruan në gjitha shtetet e botës, dhe ti je fokusuar vetëm të ky aspekt edhe në krijimtarinë tënde, apo jo? A si thua ta fillojmë me një interpretim poezie ashtu siç vetëm ti di ta bësh? Faleminderit. Edhe librin e kam botuar pikërisht në muajin e gruas, në mars të 2024-s. Ky libër sapo mbushi 1 vjeç. Dhe do të thoja që është muaj më i bukur. Dalja e pranverës, me shpresa të reja, me gjëra që të bukura, por për sa i përket libri titullohet Në përkëmbur dhe është libri i fundit që ti ke shkruar na. Libri titullohet Në përkëmbur, i kushtuar gruas në tërësi. Është libër i cili flet për rrjedhën e kohës, i cili përshkruan detaje nga jeta e gjyshes deri tek vajzat e vogla. Pra është një kapërcim dekadash se si jetuan gratë në kohë dhe si po jetojnë sot. Pasi shpesh thuhet që gruaja e ka marrë atë veten e saj dhe tani po punon, është shumë më mirë nga çka që nuk diskutohet, por ka shumë punë për të bërë që të jetë në nivelin që vërtet gruas i takon. Ne do të flasim për disa kapituj interesant që mua më kanë tërhequr vëmendjen tek libri jot. Do i analizojmë gradualisht duke i lidhur pak edhe me përvojën tënde jetësore. Por fillimisht dua të ftoj që ta hapim këtë program me një interpretim poezie, me disa vargje që ti ke zgjedhur posaçërisht që japin mesazh në tërësi për jetën e gruas shqiptare. Atëherë materiali që kam përgatitur është ajo. Në fakt, një mbiemër që nuk duhet, por që e kemi. Ajo flet shumë. Ajo bën si e zgjuar. Ajo kërkon të drejta. Ajo punon si burr. Ajo bën karrierë ndërkohë duhet të rinë në shtëpi, të mbajë shtëpinë, të gatuaj, të rrisë fëmijët, sepse ajo është nën. Çfarë lirie kërkon ajo? Është bërë nën. Ajo e ka mësuar fëmijën shumë keq. Ajo e çon fëmijën në çerdhe që të punojë, ndërkohë ka harruar që ka për detyrë të rrisë vetë atë fëmijë. Femra s'ka karrierë si të bëhet me fëmijë. Ajo ka vetëm një detyrë të rrisë fëmijën, të mbajë shtëpinë, të mbajë burrin e saj. Nuk është kollaj të bëhesh nën, nuk është kollaj të jesh grua. Ajo nuk punon. Ajo rri në shtëpi. Ajo pret çdo gjë nga burri i saj.
Ajo shpenzon paratë e burrit të saj. Ajo nuk din të vishet, ajo nuk din të mbahet. Ajo rrin me flokë të pakrehur, nuk e mban veten fare. Normale që burri i saj do të shohë të tjera. O Zot, sa e urtë që është, sa e pazonja që është, sa e mbytur, sa e shtypur, nuk i del dot Zot vetes së saj. Çfarë pret nga ajo? E sheh atë? Ajo komandon burrin. Ajo nuk pyet për njeri. Ajo ka ardhur në shtëpi të huaj, kush është ajo që flet? Ajo do të drejtoj këtu? Të ul kokën së shnuse, të bëj punët që i takojnë, të rri kokullur, s'ka mbet fjalë për të. Ajo është e ardhur. Ajo s'din asgjë. Hej, vajz, e ke shtëpinë atje tek burri yt. Nuk të takon ty të flasësh këtu. S'ka mbet fjalë për ty, moj vajz. S'ka mbet fjalë për ty. Ajo është e ndarë. Atë e la burri. Ajo la fëmijët e saj. Ajo ja mori fëmijët burrit. Ajo ja mori fëmijët atij. Ajo kërkon të drejta. Ajo kërkon liri. Ajo ndau një familje. Ajo hyri në mes. Ajo është beqare. Çfarë pret nga ajo? Çfarë është tjetër ajo? Gjë pa thënë për të. Alana, çfarë po bën? Po mendohesh? Po kujtohesh se sa shumë thanë? Sa shumë ke harruar e sa shumë thika janë hedhur pas shpinës së saj. Ajo gjithmonë kishte faj dhe faji më i madh i saj ishte që e lodhi kokën me mendimin mos të jetë si ajo. Që jetoi në rrethin gjykues para gjykues ku gishti për çdo gjë drejtohej tek ajo, madje edhe pas vdekjes thanë. Kush e di çka bër ajo se nuk të vret njëri kot. Ndaj grua ngrihu dhe jeto. Ti nuk je ajo që dëgjove, jo, ti nuk je ajo. Nëse do ta shohësh veten me sytë të tjerëve, do të mendosh që je vërtet ajo. Grua jeto, mos lejo të jesh ajo. Çliroje veten nga gjykimet, ngrihu dhe jeto. Ti je grua, ti nuk je ajo. Mos e shiko veten me sytë të tjerëve, të lutem. Ngrihu dhe jeto. Ti nuk je gjykimi atyre të mirëve. Ata gjithmonë do të gjejnë diçka për të thënë ajo. Shumë e bukur Nerdila, shumë e ndjerë dhe këto vargje flasin për një realitet jetësor. Edhe sot. Pikërisht. Edhe në këtë vit. Do të thoja që shumë gra që i kam takuar Lindita, e vetmja gjë që kanë kur i pyes dhe i them, po shiko, ke mbaruar gjithë këtë shkollë, ke një profesion, je kaq e arrirë, përse je në këtë gjendje? Dhe ajo thot, nëse unë e bëj këtë gjën, të tjerët do të më gjykojnë. Do të thonë, po pse, po si. Dhe në një farë mënyrë, edhe në librin në përkëmbur, unë i them çdo gruaja që jemi ne fajtoret numër 1. Sepse ne duhet, atë që kemi ne për brenda, nuk e din ai tjetri që na sheh nga jashtë. Nuk e gjen dot atë X-in ton, nëse ne nuk dim ta nxjerrim, nëse ne nuk luftojmë. Gjëja kryesore që një grua duhet të bëj, të luftoj për pavarësinë dhe lirinë e saj. Nëse e ka këtë pavarësi dhe lirinë në dorë, çdo gjë tjetër është e arritshme. Si mund ta drejtojmë shoqërinë? Si mund të bëjmë diçka për shoqërinë nëse nuk bëjmë dot gjë për veten tonë? Nerdila, do doja të fokusohesha në një kapitull të librit që unë e kam lexuar me shumë vëmendje, jeta në emigrim, gruaja në emigrim, më saktë. Gruaja në emigrim. Aty flet për një realitet jetësor, largimi, duke sikur largimi nga Shqipëria është një lloj shpëtimi nga mentaliteti. A mund të na sjellësh një përvojë të vogël nga jeta jote që lidhet pak ka shumë që ka qenë frymëzim edhe për shkrimin e këtij kapitulli më pas? Siç e thash, libri është shkruar vitin e kaluar, pra vetëm një vit. Dhe unë isha këtu në Mbretërinë e Bashkuar në momentin që shkruaja. Dhe ishin plot vite të mbledhura. Sigurisht që kam futur edhe veten aty, por në kujtimet e mia vijnë të gjithë brezat. Gjithmonë flasim për grua në tërësi. Gruaja emigrante, thash, nga një mentalitet që një grua shqiptare është e mbrojtur, si të thuash, sepse unë do të thoja që babai nuk e bën për të bezdisur vajzën që i shkon nga pas, po e kanë si këtë konceptin e mbrojtjes. Dhe gruaja shqiptare ka gjithmonë nga pas dikë, siç e shpjegova pak më parë. Tani nga kjo gruaja e mbrojtur, të nisësh rrugët e vetme, ata rrugët e panjohura. Sa njerëz të zhgënjejnë rrugës, sa gjëra të ndodhin.
probleme dokumentacione, përshtatja, nuk është e lehtë përshtatja është një ndër pikat më të rëndësishme kur lë vendin tënd për të ardhur në një vend tjetër. Çfarë viti je larguar në Ertila dhe cila ka qenë arsyeja që ti je larguar nga Shqipëria? Unë jam larguar në vitin 2014. Arsyet kanë qenë shumë personale. Dihet që qoftë grua, qoftë burr, në momentin që merr atë vendimin për t'u larguar nga vendi i tij, dua të them që përballet me sfida të brendshme. Dhe këta sfida, njëra është për kushtet e jetesës në të cilat ndodhet atje, duke i menduar kushtet e jetesës në vendin që do të kaloj si më të mirat, më të sigurtat. Dhe për këtë arsye, kjo është ajo shkëndija e parë që çdo të riu shqiptar po i bën akoma sot e kësaj dite. Prandaj dhe tani po flasim jo më për një valë emigracioni, tani po flasim për një shpopullim që të rinjt shqiptar akoma e kanë atë të ikurin. Pra është një dëshirë, është një zgjedhje. Por në fakt faktorët janë nga më të ndryshme dhe më personal për gjithë secilin prej nesh. Në Ertila si ka qenë, domethënë, cilat kanë qenë arsyet e largimit nga Shqipëria? Unë isha në një punë të mirë, unë jetoja mirë në vendin tim, unë punoja në atë kohë si psikologe me fëmijët në nevojë dhe ishte një vendim që mendoja se nuk e kam gjetur veten, mendoja se mund ta gjesh veten diku tjetër më mirë. Dhe për këtë arsye, unë vendosa që të largohem. Ajo mendimi i parë ishte thjesht të largohem, jo ku. Pastaj le të flasim që ëndrat e para atje nga larg, me ëndrat reale që janë këtu, janë si nata me ditën. Këtu i bie që ta fillosh jetën 9-0, jo me 0, po 9-0. Për këtë dua të më flasësh pak, sepse duhet të kuptojnë edhe realitetin ata që Pikërisht. Prandaj po them, nga një ëndër e parë në gjumë atje, zgjohesh dhe shikon një realitet krejt tjetër në vendin tjetër ku ke shkuar dhe aty kupton që nganjëherë mendon që ke bërë dhe gabim, e kam menduar. Shumë herë e kam bërë valizhen gati dhe kam thënë të bëhet çfarë të bëhet, unë do kthej. Por më pas, duke e parë veten si një rrugë që e kam nisur përse ta lë në mes, sërish jam zvarritur, le të thuash, dhe e kam rinisur. Pra, nuk nis një herë, jeta në emigrim rinis disa herë, derisa të kapesh, të gjesh veten tënde fiks aty ku ty të përshtatet. Shpesh herë isha me atë mendimin që një grua nuk ja del dot. Dhe bazohesha në mentalitetin në cilin pa dashur jemi infektuar, se jemi rritur ashtu. Dhe mendoja se është vërtet e dur ajo shpreha që gruas ju dashka një njeri pasi gjykimet, para gjykimet, si iku ajo e vetme, përse ajo atje, ajo ishte shumë mirë këtu, e shumë gjëra të tjera që dashur pa dashur të prekin. Sepse gjatë rrëfimit të librit tek gruaja, kapitulli gruaja në emigrim, ti ke përshkruar një sekuencë ku flet ndarjen me gjyshen dhe ato fjalet që gjyshja të thot në momentin kur ti largosh, ose çdo femër, çdo shqiptar largohet nga vendlindja. Pra është një lloj ata gjyshërit tanë dhe prindrit tanë e kanë mallkuar shumë herë kurbetin, emigracionin, sepse kanë përjetuar atë ndarjen shpirtërore me njerëzit e zemrës. Për ty si ka qenë kjo eksperiencë dhe Kjo eksperiencë ka qenë një ndër më të këqijat që unë kam kaluar dhe do ta thoja pika ime më e dobët, ndaj nuk doja pikërisht të kaloja tek ndarja me gjyshen. Pasi gjyshja ime thonte ne kemi kaluar kohë shumë të vështira, por kjo e kurbetit thoshte është ajo që nëse do ta thoja thoshte në ngjyra, unë kam kaluar jetën në ngjyra lloj-lloj, por padyshim ngjyra më e zezë është ajo e kurbetit, që nuk ka të mirë që mund ta zbardhoj atë ngjyrë të zezë, thonte ajo. Se ne gjithmonë i thoni për një jetë më të mirë, ti e ke parë se si ka qenë koha jote, sa shumë kanë vuajtur gratë, le të shkojnë, le të bëhen të zonjat e vetës, le të dalin për zot vetës, dhe ajo thonte jo, bia ime. Është shkatrimtare të iki gruaja, të lër gruaja vendin dhe të nis gruaja një jetë tjetër. Gruaja
ka shumë sfida në jetë, nuk është si mashkulli, sepse për shembull le të marrim momentin e lindjes së fëmijës. Pa asnjë njeri, pa asnjë kujdes, në një vend të huaj. Dhe unë flisja me gjyshen, në vitet e fundit ajo ishte e sëmur, dhe momentin kur unë fola në telefon me të e pash që nuk ishte fare mirë, dhe unë isha shtatzën me djalin, gjyshja ka vdekur në 2022, edhe më thot, Nertila, unë e di që ty nuk do të takoj më. Imagjino shtatzën, prisja të lindja nga dita në ditë, dhe i thoja, jo, ti do të jetosh, ti do ta shohësh bebin tim, unë do të vi. Dhe këtu kam kuptuar që ajo jeta e mirë që ne ndërrojmë kur jemi atje, nuk ka të paguar me çmimet që kemi këtu. Nuk po flas për çmime materiale, për fatura, po flas për atë çmimin shpirtëror që nuk ka para në botë që të na rikthej. Ndaj shpesh herë them që nuk është paraja gjithçka. Unë të kisha milionat e të gjithë botës bashkë këtu, nuk i tja do t'i jepja lamtumirën në fundit gjyshes, sepse unë edhe 5 ditë do të sillja në jetë djalin me një ndërhyrje cesariane dhe e kisha të ndaluar dhe televizja dhe jo më të ndëroja shtet të shkoja atje. Ndërkohë për veten tonë nuk mjafton koha të mendojmë e jo më të bëjmë diçka. Ndaj jeta jonë do të thoja në këtë ëndrrën e madhe që mendojmë atje, jemi zgjuar në një realitet tjetër, krejt tjetër. Dhe po thua që jeta jo në këtë rast është lënë në harresë dhe jeta e shqiptarëve të cilët kanë në përgjithësi. Një zgjidhje për të pasuruar, ju ka kushtuar në aspektin tjetër jetësor pasi jo është dashur që të lënë veten në harresë. Po thoja Lindita që faktori kryesor që të gjithë të rinj po largohen nga Shqipëria është faktori ekonomik. Dhe kur vinë këtu dhe e shohin që ky faktor ekonomik ju kushton edhe jetë edhe shpirt. Dhe ai shiriti i zi që përmenda më parë, a mund ta imagjinosh se sa emigrant janë përballur me atë shiritin e zi, kanë vrapuar të marrin një bilet të shpejtë dhe nuk kanë arritur dot të japin lamtumirën nënës, babait, të afërmit, gjyshe siç e thash, nuk kanë arritur, sepse është koha, kjo është fatura më e kripur që nuk e paguaj me asnjë lloj çmimi. Dhe këtu e kuptojmë që faktori ekonomik nuk qëndështë ka kaq i rëndësishëm sa e shohim atje. Pas 11 vitesh je e bindur 100% që Anglia është shteti ku ti ke zgjedhur për të kaluar gjithë jetën tënde, apo je ende në dilema që shiko, mund të rikthehem në vendin tim? Po të ishte vite më parë, ose të paktën 3 vite më parë, dhe po të më bëhe një ofertë mirë pune, nuk do ta mendoja 2 herë. Mirë po, ndryshimet që ndodhen 3 vitet e fundit, barrierat të cilat unë pothuajse i kam kaluar të gjitha, më bie që të kthehem, sepse unë kam një kohë relativisht të gjatë dhe i kam humbur. Nuk po na tregon asgjë për këto barrierat, sfidat. Po barrierat, balanca që unë i rrita fëmijët e vetme. Nga dokumentacioni, ke pasur vështirësi Nertila për letrat në fillim, ka qenë vështirë për t'i marrë? Jo shumë do të thoja. Jo shumë do të thoja, në këtë procedurë kam qenë me fat, do ta konsideroja veten. Jo shumë, në barriera me letrat jo shumë, pasi këto i kam kryer që në fillimet e mia, por barrierat e fundit dhe ajo më kryesorja është që unë nuk kisha një njeri afër për rritjen e fëmijëve. Dhe nëse do të kthehesha për të patur një, për shembull maman time, që unë do t'i lija fëmijët të sigurt dhe karriera ime nuk do të mungonte asnjë ditë. Por tani që unë kalova barrierën më të madhe në krijimin dhe rritjen e familjes, e të fëmijëve të mi e vetme, nuk më bëhet më të kthehem. Ke 11 vite tashmë, këtu ke një përvojë si emigrante, si mami, si profesioniste, i ke kaluar gjitha fazat e emigracionit, le të themi. Edhe në aspektin psikologjik, si një psikologe, fatmirësisht ke ditur ta menaxhosh mirë këtë pjesë, gjë që shërben dhe si një mesazh për tjerët kjo. Duhet patjetër të menaxhojmë veten. Por emigrantët që vinë sot janë akoma ndrimtar që largimi nga Shqipëria dhe emigrimi drejt një vendi tjetër, sidomos Anglia që është një vend i lakmuar për shqiptarët, është një zgjidhje e shpejtë, është një mënyrë, është një lloj shpëtimi jetësor. Çfarë mesazhi do ju jepje emigrantëve të sotëm që po gjen forma edhe shumë të rrezikshme nga ana jetësore për të kaluar drejt mbretërisë, për të ardhur në Mbretërinë e Bashkuar? Është e dhimbshme të përmendim akoma rrugët e errta,
Këtë gjë nuk do t'ja rekomandoj absolutisht askujt. Vajzat e reja le të luftojnë që ta kapin mundësinë e tyre në vendin e tyre, sepse nëse ata luftojnë fort, edhe atje mund t'ja dalin. Pasi të mos harrojnë që nëse sot jemi përballë kësaj interviste për të dhënë mesazhe, nuk i sjellim dot të gjitha barrierat për t'ju treguar se çfarë kemi hequr për të qenë deri në këtë pikë. Duhet të pyesim veten nëse janë vërtet gati për të marrë një rrugë krejtësisht e vetme, për të përballur me atë vetmin që ne folëm pak më parë, për të menaxhuar emocionet e tyre, për të marrë me vete atë mallin, atë dhimbjen, atë çmimin e kripur që nuk paguhet me para dhe me fatura, por është një çmim që të mbetet peng në zemër për gjithë jetën. Pra duhet i bëjnë vetes shumë pyetje, sepse ne këta pyetje nuk i kishim. Okej, Nerdila, unë të falenderoj sërish që ishe pjesë e Faleminderit. ishte një bisedë shumë e ndjerë, shumë e ndjeshme dhe me plot mesazhe brenda saj. Unë dua ta mbyll këtu këtë program të sotëm dhe ishte kënaqësi që ju pata dhe juve në këtë lidhje Skype, por gjithashtu dua të falenderoj dhe shqiptarët e diasporës që po na ndjekin përmes kësaj video. Do doja t'ju ftoja të gjithëve që të lini komentin tuaj në lidhje me gjithë këtë bisedë që ne kemi realizuar sot, pasi kemi sjellë një realitet të jashtëzakonshëm jetësor. Dhe mezi pres ju takoj në videon e radhës. Deri atëherë, kaloni sa më bukur.